Bashkëshortja e Rogertit ka reaguar për herë të parë publikisht lidhur me eksperiencën e tij brenda shtëpisë së Big Brother Albania V5 duke folur në një intervistë për Top Albania Radio me Elona Duron. Ajo ka ndarë hapur ndjesitë dhe vështirësitë me të cilat është përballur jashtë shtëpisë, konkretisht për shkak të komenteve të ashpra në rrjetet sociale. Sipas saj, komentet e tipit kush është e gruaja që e duron kanë pasur një ndikim të fortë emocional. E thekson se ndërsa Rogerti ndodhet në një lojë televizive, njerëzit jashtë shpesh nuk kursen as pak në gjykime dhe fjalë të rënda pa marrë parasysh se pas ekranit ka familje dhe ndjenja reale. Komentet e tipit kush është e gruaja që e duron më kanë ndikuar shumë. Rogerti është në një lojë, është në Big Brother, ndërkohë që njerëzit jashtë nuk po kursen as pak në komentet e tyre. Ndonjëherë më vjen mirë që Rogerti ka zgjedhur të jetë ky model në Big Brother, të jesh modeli i mirë, mendoj që është shumë më e thjeshtë. Por të jesh i keq i domosdoshëm apo një model ndryshe, është më e vështirë për të përqafuar dhe pranuar nga publiku. E vërteta shpesh është e hidhur për godet. Unë mendoj se Rogerti ka thënë disa të vërteta aty brenda. Me mënyrë se si i ka thënë, ndoshta nuk jemi dakord, por kjo është pjesë e lojës, është prehur ajo.